Me Albin Kurtin jam takuar në Prishtinë, sa kisha krijuar lëvizjen Aleanca Kuqezi. Mban relata edhe sot? Ja, me Albinin nuk i mbaj. Albinin e kam mbështetur, kjo është natyra ime, i mbështes kur janë në opozit, pastaj I kritikoj në qeverisje. I kritikoj kur janë në qeverisje dhe mendoj që kjo është integritet. Unë kam mbështetur kauzën, kam mbështetur Albin Kurtin. Albin Kurti në vetveten e vet është, mendoj, politikani më egoist, edhe më provincial që unë njoh në gjithë trevat shqiptare. Fakti që ai sot, jo vetëm me Kreshnikun ka ndërprerë komunikimin, po me gjithë liderët politik në Tiranë, në Shkup, në Preshev, në Maltëzi dhe me opozitën e Kosovës. Pra, a i thot vetëm unë jam, si mund t'jesh për bashkim dhe i coptuar nuk flet me askëm. Kush nga politikanët shqiptarë mendon që është me i zgjuarje? Fatosnanon, të cilën përpara se ta takoja si kryeministër e kam pasur pedagog të ekonomisë politike në fakultetin juridik, kur kam qenë 18 vjeç. Dhe i kam të pashlyera absolutisht mënyrën e mësimdhënies dhe idetë politike të Fatosnanos dhe gjithë artikulimin e tij për ekonominë politike, bazat e saj dhe komunikimi publik mendoj që është një trashëgimi e humbur. Karakterizuar. Mendoj që sot i mungon shumë edhe politikës shqiptare. Lideri më mediokër? Lideri më mediokër, mendoj Ilir Meta. Më arroganti? Edi Rama. Mendoj, arroganca e Edi Ramës është një përzierje mes Fatosnanos dhe Sali Berishës. Kush është lideri më i pabez? Sali Berisha. Pse? Sepse mjafton t'ju jap një fakt, 100% e themeluesve të Partisë Demokratike o kanë dalë në rrugë ose janë eliminuar. Politikisht flas, nuk jam njeri që akuzoj pa baza. Po të eliminosh një profesionist në politik, do të vrasësh atë. Dua të ndalim tek Berisha. Sukseset dhe dështimet më të mëdhaja të tij, le të themi. Gjithmonë duke nisur nga mendimi tërësisht personal. Sukseset dhe dështimet. Mendoj që Berisha ka qenë i suksesshëm në mandatin e dytë si kryeministër, që erdhi në pushtet, sepse herën e parë ishte president, në mandatin e parë si kryeministër 2005-2009, Eduard Pastra, ku si pasojë një këshille të një kongresmeni amerikan, ku unë kam qenë prezant, Eliot Engelit, i orientoj që ai të fokusohej në infrastrukturë dhe e këshilloj që të bënte një vepër që të mbetej në histori. Dhe mendoj që rruga e kombit ka qenë, është dhe do mbetet gjurmë dhe vepër e Sali Berishës dhe ky është suksesi i Berishës. 2 apo 3 gjëmat e Berishës janë viti 97, i cili çdo politikan që ta kishte bërë, do ishte tërhequr dhe nuk mundet i lejonte vetes që të rikthej, sepse ajo na shtyu procesin e antarësimit në BE 25 vite. 30 vite, sot do ishim antarë të BE-s para Rumanisë dhe Bullgarisë. E dyta është mosnjohja e drejtës pronës. Sot Shqipëria është në konflikt social, ende vazhdojnë vrasjet për shkak të mbivendosjes pronës. Ajo që unë nuk do t'i, nuk do ja uroj asnjë kryeministri dhe çdo kush do dilte nga politika, është që përpara zyrës tënde nuk mund vriten qytetar të pa armatosur. Nuk duat. Të njëjtën gjë do dua të pyes edhe për Ramën, për sukseset dhe dështimet deri më tani. Ta nis nga dështimet apo sukseset? Si të ndihesh më komod? Pyje për të folur ti për ndjesitë personale. Po, unë dua ta filloj nga dështimet.
Edi Ramës nuk do t'i falja betonimin e Tiranës. Kullat, mungesën e rrugëve, mungesën e parkingjeve, atë që ka bërë si kryetar bashkie. Unë nuk e konsideroj një kryetar bashkie të suksesshëm. Dhe më vjen shumë keq që Edi Rama, ndoshta është kryeministër, ende nuk është shkëputur nga ajo huqi, nga vesi i vjetër i betonimit dhe i kullave.